Njerëz internet se YouTube-sa, por sidomos ju qeni shikues të A1 Report, ka marrë rrugën nga Farka deri në malin e Dajtit dhe jam duke ndjekur Petri Bozon. Është duke xhiruar netët e klipit shqiptar. Më ndiqni. Po jepi gaz! Okej! Gjirojmë qik pejsaj, vetëm rrugë, pastaj na qëllë nga nëmë të që ta kemi për Petri, unë vura këtë kapelen e kuqes se të pash që ti je kombinuar shumë me makinë. Do ishim, qofse na bi shorti, unë Ferrari është dhe Juventus dhe Juventus është dhe Ferrari si një familje, po mund të kombinoheshim bardh dhe kuq. Po tash unë jam me Ferrari, ti me Bayern, aty jemi me ngjyra. Shikon jam me Bayern se fituam ne 5-0 dhe ishte e rëndësishme kjo, se na rrafi Porto. 6-1, po, shikon, jam më mirë akoma. Po. Po nuk e pash nga fundi se ne gratë me Bayern na zgjumi. Pe vetëm pjesën e parë, normal. Ne gratë me Bayern na zgjumi. Ndeshja mbarojmë pjesën e parë, kështu që s'kishte më kuptim. Lejm ne gratë me Bayern shumë. Mirë, ishte shumë bukur udhimi që bëra, më kujtoi me shumë nostalgji kur kam qenë 18 vjeçë dhe ti ke bërë mbretreshën e detit dhe unë të kam ndjekur në atë rrugën e vjetër nga Vlora kur zbrisje. Kur kemi bërë në Vlorë, vitin e dytë, se vitin e parë kemi bërë në Durrës. Dhe më kujtuan ato rrugët që ngjiteshin maleve, që ti nuk i ndahesh kësaj pjese. Jo, në fakt është këtë vit ndryshe nga herët e tjera kemi një orar pak më të madh për transmetimin e netëve, puntatave të netëve të klipit, kështu që e menduam që të gjendeshim me prezantimet e klipeve dhe me gjithë ngjizjen e programit në një udhtim turistik nëpër gjithë parqet natyrore, nëpër trevat turistike shqiptare, jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, do dalim dhe jashtë. Aty ku pjesa më e madhe e produksioneve realisht kanë realizuar klipet e tyre, se në fakt klipet në 80-90% rasteve shesh xhirimet i kanë eksterior, jo në interior. Shumë pak janë interior. Dhe eksteriori është
do të jetë patjetër një gjuhë që të flasë, pra do të jetë një ambient i bukur, i kuruar, që t'i shkoj për 7 këngës. Kështu që në këtë kontekst ne menduam që netët e klipit të vit të konceptoj si një klip i madh, gjigant, ku prezantuesja do të gjendej në një makinë që reflekton gjithë ngjyrat e kohës, reflekton modernën, reflekton avangardën e gjithçka tjetër, një makinë cabrio, dhe të udhtoj gjatë në çdo puntat në një prej locationëve që ne zgjedhim. Një makinë fakt që të kujton edhe videoklipin e parë shqiptar kur regjisor ke qenë ti. Në fakt ka qenë jeshile, po gjithsesi cabrio. Jo, është e bukur sepse mendoj që makina është nga vetë konstrukti vetë është një gjë dinamike. Dhe për ta bërë puntatën dinamike, patjetër konceptohet o mbi makinë ose me një motor edhe me një biçikletë, nuk është keq. Po në konteksti i makinës është i bukur në pranverë, edhe qëndrojnë, abinohet sidomos femra në një makinë cabrio. Ka shumë më tepër sharm se sa një prezantues mashkull, po themi. Mund çdo gjë bëj me shpirt, nuk ka lidhje. Domethënë ajo asaj që i dedikohem, përderisa marr mundimin që të vë emrin aty regjisor ose producent, do të thotë që ti duhet të kesh përgjegjësi. Është shumë keq për shumë krijues të rinj që e nisin një punë dhe nuk e mendojmë ne kaq përgjegjësi deri në raportin final kur del produkti në ekran. Në këtë kontekst them që unë çdo lloj pune i nisem për ta bërë me dashuri. Nuk i nisem se duhet bërë qoftë për biznes apo për diçka tjetër. Duhet bërë mirë. Dhe kjo është definitive, përderisa unë vë emrin tim aty poshtë. Më kujtohet me këtë keq edukimin. A ka dhe videoklipe që keq edukojnë dhe sa e vështirë është për ty me këtë fluks që ka tani? Të përzgjedhësh vërtet ato më të mirat për të marrë pjesë në, si më thënë, këtë kompeticion, po them. Ka sigurisht që ka videoklipe që keq edukojnë. Ka videoklipe nuk po e themin që keq edukojnë, po që janë ndërtuar mbrapsht, po. Dhe sigurisht ato nuk fitojnë të drejtën për ty në një festival të Vihesh në vështirësi. Jo, sepse nuk është se vjem unë, sepse në 14 vjet të këtij edicioni, pjesa që ka përbërë jurin kanë qenë gjithë pjesa më e mirë e kinasve, pra ata që kanë prodhuar kinema, dhe që nuk kanë konflikt interesi me ata që prodhojnë klipe, por që ka një sens gjykimi shumë të saktë, gjykojnë saktë. Dhe kështu ata janë shumë skrupuloz në raportin e përzgjedhjes së videoklipeve. Dhe në fakt, në 14 vjet nuk mbaj mend një rast që të jetë kontestuar fituesi. Raporti i pjesëmarrjes selektohet në fillim. Bile ka arritur deri aty sa studiot prodhuese të autoselektojnë prodhimet e tyre të klipeve përpara se t'i sjellin në festival. Kjo do të thotë që shkalla e ndërgjegjësimit të tyre është rritur në gjatë vazhdimësisë së këtij edicioni të festivalit të netëve të klipit, dhe ata tashmë janë bërë konshient, mas janë penalizuar 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë nga kjo juri. Atëherë thotë ne po sjellim për festival vetëm ato produkte që meritojnë për të qenë pjesë e këtij festivali, duke eliminuar pjesën e biznesit, ose pjesën komerciale. E kuptoj, logjika ime ishte sepse ndonjëherë mund të jetë një artist dhe shumë e mirë, me cilin ke shumë marrëdhënie. Ne e pam në 50 vjetorin tënd sa miq kishe. Miq kishe shumë, do të thotë që ke ditur ti mbash. Do të thotë që si mund të bësh raportin miqësi, cilësi. Vështirë, shumë. Në këtë kontekst.
tekste kisha. Ja. Mirë, dhe sa punë ka ngelur akoma? Ne jemi në zgjirimet e javës 4 të Netvet klipit, kemi edhe 5 puntata të tjera dhe në 12 qershor për gjithë studiot më të mira të prodhimit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, diaspora mblidhen në Ulqin për të premiuar, për finalizuar në një natë gala, besoj do të jetë shumë e bukur, sepse ne pam mikpritjen ulqinake edhe tek Miss Shqipëria që bën vjet, kështu që është në një periudhë gati në fillim vere, pra në 12 qershor është nata gala, dhe mendoj që do ketë shumë vëmendje nga të gjithë edhe do jetë një event ashtu siç dim ta bëjmë ne deri në fund. Mirë, të gjitha këto seri që kanë ngelur, pra janë 5 gjithsej, ku dhe si të ndjekin ata që janë tek kamera ime tani? Ku më ndjekin mua? Po ku dhe si dhe ata ne të vazhdojmë të u them, na ndjekin çdo të premte praktikisht në prime time 21 në ekranet të TVSH-s. Ka një ritransmetim? Ka ritransmetim të martave në orën 16:30, ka një ritransmetim të shtunën në mëngjes. Dhe pastaj sigurisht mund të updatohen me të gjithë të rejat e puntatave shumë përpara se del puntata në neteteklipitshqiptar.com në faqen tonë Facebookut edhe. Dhe aty janë dhe puntatat, se shiko tani, unë jam lidhur në çik me internetin, me qenë se ke emision im në YouTube. Të gjithë klipet që fitojnë drejtën e konkurimit afishohen në neteteklipitshqiptar.com, ka një formulë votimi nëpërmjet webit që ne kemi aplikuar gjithmonë dhe ky votim vazhdon pambarimisht deri në 50 minuta përpara finalizimit të çmimit të madh. Pra jemi akoma online me votimin e klipeve deri në datën 12 qershor, gati nga fundi i shfaqjes. Aty anoncohet, ndërpritet votimi dhe ai që ka më shumë klikime fiton çmimin e publikut. Bukur, jo, meqense mua më ndjekin shumë në YouTube, ndonjë nga ata shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë, që ndjekin programin tim dhe humbin tëndin, ku e gjejnë në internet përveç faqes? Ka një kanal në YouTube? Jo, transmetohet në live stream në TVSH. Mirë, ja, kështu, për ndryshe s'ka. Kaq kishim, mirupafshim. Faleminderit.